si përfundim nuk pati një dakordim për rendin e ditës të seancës së premtes. Pra, si kryetare e kuvendit, e kam përgjegjësinë sipas rregullores së punës së kuvendit që të propozoj rendin e ditës për seancën e radhës, pra për seancën plenare, që unë propozova që kjo të mbahet më 10 prill në orën 10. Pra, për shkak të rrethanave në të cilat jemi si Kuvendi i Republikës së Kosovës, për shkak të një afati kushtetues në raport me zgjedhjen e presidentit apo presidentes, mendoj që edhe Kuvendi duhet të jetë efikas dhe t'i adresoj përgjegjësitë që i ka para vetes. Në këtë drejtim, unë sot përveç deklarimeve jashtë renditditës dhe pyetjeve parlamentare, që janë pikat zakonshme në secilën seancë të rregullt të Kuvendit të Republikës Kosovës, në këtë rendite kam parapar edhe disa pika që ndërlidhen me 4 marrëveshje ndërkombëtare që nuk arritëm që t'i ratifikojmë në Kuvendin e Republikës së Kosovës në seancën e kaluar për shkak të mungesës së quorumit. Pastaj votimi propozim rezolutës për rritjen e çmimeve të naftës që kishte një debat në seancën e kaluar. Zgjedhja një antar jo prokuror në Këshillin Prokurorial të Kosovës, që është proces shumë i rëndësishëm. Shqyrtimi propozim rezolutës për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998 dhe 1999 dhe disa propozime për antarë në komisionet parlamentare. I gjithë diskutimi që nga fillimi i kësaj mbledhje ishte që rezoluta e përmendur më herët, pra për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998-1999, atjet pik e parë e rendit ditës, atjet pik e fundit të rendit ditës. Pra, për shkak se nuk pati dakordim për këtë çështje, nuk arriti që rendi i ditës sot të miratohet në kryesinë e Kuvendit. Unë bëra përpjekje maksimale që ta gjejmë një konsensus, sepse bazuar edhe në diskutimet që ne kemi pasur në seancën paraprake, kur është propozuar kjo rezolut, kam propozuar që mos të vendosim atjet pike parë pas pyetjeve parlamentare apo pike fundit e asaj seance. Nuk pati dakordim, pra nuk pati dakordim në kërkesën time, sepse kishte një grup parlamentar siç ishte PDK-ja që insistonte që kjo të jetë pike parë, dhe në anën tjetër nga vetëvendosje që kjo të radhitet në fund të rendit të ditës. Unë propozova që kurdo që grupi që mblidhet e përfundon punën të vinë seancë, ne në çfarëdo pike që jemi mund ta trajtojmë dhe nëse ka dakordim ta votojmë. Pra, po të mirëkuptohesha në atë kohë, pra po të kishte konsiderat raport me propozimin që bëra, tash kjo rezolut nuk do të ishte as çështje e diskutueshme, po do të miratohej në seancën që kemi lënë pas. Por që atë ditë nuk ishte dakordim, sot sërish kishte insistime të njëjta, pra më shumë procedurale se sa përmbajtësore, dhe si rjedhoj ne nuk arritëm që të miratojmë rendin e ditës. Prandaj, në këto rrethana, sipas rregullores së punës së Kuvendit, ky rend i ditës do të miratohet në seancën e së premtes, pra fillimisht pika e parë është miratimi i rendit të ditës. Në ndërkohë kemi pasur edhe diku 9 raporte të komisioneve parlamentare për projekt ligje që janë proceduar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, secili projekt ligj më i rëndësishëm se tjetri. Thash edhe një herë që ne kemi një afat për të zgjedhur presidentin. Unë uroj që ta bëjmë këtë sa më parë, pra që deputetët e Kuvendit të Republikës të Kosovës ta kryejnë detyrimin që kanë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, në mënyrë që vendit mos shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra, pikërisht ky afat kushtetues neve na bëjnë që të jemi apo të përshpejtojmë raport me përgjegjësitë që i kemi. Prandaj, në këto rrethana, meq nuk ishte konsensus, vendos seanca pra të premten, në qoftë se do të trajtoj pikat e rendit ditës që i kanë propozuar, dhe pika shtesë që kanë punuar komisionet parlamentare, me që rast plejoni që si kryetare e Kuvendit ti falenderoj deputetët në komisionet parlamentare për punën që kanë bërë gjatë këtyre ditëve, sepse sa ka punë në trajtim të projekt ligjeve, raporteve, ka po ashtu punë edhe me intervistim të kandidatëve për Këshillin Prokurorial, gjykatën kushtetuese që po vazhdon ende, por edhe për çështje tjera. Unë jam e hapur për pyetje.
Uroj që ato të lidhen me punën e kuvendit, sepse gjithçka tjetër që lidhet me përgjithësinë si ushtruese e detyrës së presidentes, natyrisht që do të kemi komunikimet e tjera shumë shpejt. Po, unë thash që për çështjet që lidhen me kompetencat e ushtrueses së detyrës së presidentes, do të përgjigjemi dhe do të jemi në komunikim në ditët e ardhshme dhe atë ju premtoj që shumë shpejt. Në përgjithësi, unë jam duke i trajtuar çështjet që janë me prioritet, që lidhen drejt për drejt me kompetencat e presidentit. Mendoj që një proces kushtetues që ka filluar më herët është dashur të përmbyllet, pra me presidentën Vjosa Osmani Sadriu, kjo që ndërlidhet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra nuk mendoj që është në rregull që një proces i cili ka filluar më herët ka mbetur i papërfunduar. Do t'i trajtoj të gjitha çështjet që janë me prioritet. Unë jam njoftuar në takimin që kam pranuar detyrën e ushtrueses së detyrës së presidentes në raport me çështjet që janë prioritare dhe çështjet pastaj që bien në kompetencën e presidentit që duhet t'i trajtojmë. Pra sapo të kemi një analizë të gjitha këtyre dokumenteve, shkresave, aktgjykimeve, aktvendimeve, natyrisht që do të veprojmë me kohë. Unë kam kërkuar Komisionin për Punë të Jashtme që ta trajtojmë këtë çështje dhe pres që Komisioni për Punë të Jashtme sa më parë ta kryej obligimin që ka. Pra në momentin që ne kemi pranuar opinionin nga Qeveria e Republikës së Kosovës, kemi ngarkuar Komisionin dhe jam shumë e bindur që është çështje ditësh kur Komisioni do ta trajtojë këtë çështje. Duke pasur parasysh që është një marrëveshje e rëndësishme, unë nuk pres që do të ketë kundërshtim me raport me të njëjtën, prandaj kur do që Komisioni do ta përfundojë punën, natyrisht që do të trajtohet në seancën plenare. A ka pyetje të tjera? Si kryetare e kuvendit, unë jam e hapur në cilësinë e kryetares së kuvendit, në qoftë se grupet parlamentare vlerësojnë që mund të kontribuojnë me takime, me diskutime, që, si më thënë, t'i pres në takim dhe të diskutojmë raport me situatën aktuale. Unë mirëpres vazhdimin e takimeve që kanë ndodhur në ditët që lanë pas. Urojmë që t'i lëmë anash të gjitha dallimet dhe të jemi bashk që ta gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Uroj që të mos vi situata që si ushtruese detyrës së presidentes të shpall datën e zgjedhjeve. Sepse siç e dini me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndar në momentin kur ne përmbushim afatin dhe nuk arrim që të zgjedhim presidentin, pra uroj të mos vim në situatën ku duhem të caktoj datën e zgjedhjeve brenda afatit prej 45 ditësh. Prandaj, nëse i duhem grupeve parlamentare, natyrisht që unë jam në shërbim të tyre të ndihmoj me takime dhe me çka do tjetër, por mendoj që e rëndësishme është që të gjitha grupet parlamentare, partitë politike që përfaqësojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, të dëshmojnë vullnet për ta gjetur një zgjidhje në raport me çështjen e presidentit apo presidentes. Qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që të vazhdojmë reformat, presin nga ne që të punojmë në interesin e qytetarëve dhe Republikës së Kosovës, prandaj mendoj që nuk kemi kohë për të humbur. Faleminderit gjithëve.